Në ceremoninë e varimit të shpat kasapit, mes dhimbjes, heshtjes dhe loteve të qindra njerëzve që kishin ardhur për t'i dhënë lamtumirën e fundit këngëtarit të dashur, një moment i veçantë preku zemrat e të gjithëve. Ishte motra e shpatit, e cila e mbajti fjalimin më të vështirë të jetës së saj, ndërsa qëndronte pranë arkivolit të vëllait, duke u dridhur nga emocioni, por duke mos humbur forcën që ai vetja kishte dhënë gjithmonë. Me zërin që i thye nga lotët, ajo tha se shpati kishte qenë jo vetëm vëlla, por edhe shoku i saj më i mirë, njeriu që i kishte mbështetur në çdo hap dhe që i kishte dhuruar dashuri pa kushte. Ajo kujtoi momentet e fundit që kishte pasur me të, ku shpati i kishte kërkuar një premtim që ajo sot e shpalli publikisht para të gjithëve. Do të kujdesem për djalin tënd, shpat, ashtu siç të kam premtuar. Ai nuk do të ndihet asnjë ditë vetëm. Ajo u betua se do të jetë pranë djalit të shpatit, në çdo hap të rrugës së tij, do ta udhëheqë në jetë, do ta mbrojë dhe do t'i tregoj çdo ditë se çfarë babai të jashtëzakonshëm ka pasur. Sipas saj, kjo është mënyra e vetme për ta nderuar shpatin, duke ruajtur gjallë kujtimin e tij përmes rritjes dhe lumturisë së djalit të tij të vogël. Fjalimi i saj ngjalli një emocion të thellë të gjithë të pranishmit. Lotet e saj, zëri që dridhej dhe forca që përpiqej të ruante, u shndërruan në një moment që askush nuk do ta harrojë. Në fund, ajo vendosi dorën mbi arkivolin e vëllait dhe përsëriti me zë të ulët, por me shpirt, premtimin nuk ta shkel kur. Djali yt do jetë gjithmonë pjesë e zemrës sime. Ceremonia vazhdoi në heshtje, ndërsa fjalët e saj jehonin ende në mendjet e të gjithëve, duke e bërë edhe më të dhimbshme ndarjen nga shpati, por edhe duke treguar se dashuria dhe premtimet e vërteta nuk vdesin kurrë.